Avokadot e papjekura janë të forta dhe përmbajnë më shumë nisheste rezistente, që tretet më ngadalë dhe mund të ndihmoj pak në kontrollin e sheqerit në gjak, por nga ana tjetër trupi përthith më pak yndyrna dhe lëndë ushqyese. Avokadot paksa të pjekura janë më të lehta për t'u tretur, kanë më shumë yndyrna të mira dhe fibra të tretshme, një balancë e mirë midis tretjes së ngadalë dhe përthithjes së lëndëve ushqyese. Avokadot plotësisht të pjekura ofrojnë më shumë përfitime te nutrientët, me yndyrna të shëndetshme më të aksesueshme, antioksidant të fuqishëm dhe vitamina që ndihmojnë zemrën, funksionin e trurit dhe kujdesin për lëkurën. Megjithatë, kur një avokado kalon pjekurinë e saj optimale, niveli i antioksidantëve fillon të bjerë. Edhe pse pjesa e brendshme mund të jetë ende e përdorshme në smoothies apo receta të tjera pa u prishur plotësisht. Nëse dëshiron të shfrytëzosh maksimumin e ushqyesve dhe shijes, është mirë të zgjedhësh një avokado që shkëlqen, një shenjë se fruti është i pjekur në mënyrë ideale për shëndetin dhe përdorimin në gatime.